vajze bukur e ekranet, i ka hije puna që e bën. Rasti i Krisës është me të vërteti këndshëm për t'u rrëfyer. Kur pasioni të bëhet dhe profesion, e ku ka më mirë se kur njerëzit e mirëpresin iniciativën tënde. Në Zoom ka intervistuar gazetaren dhe prezantuesën e njohur nga Shqipëria, Çaushi. Ditët e mia nuk janë asnjëherë të njëjta, paktën që kur fillova dhe karrierën time në televizion, pak muaj më parë niste në 4 të mëngjesit, për shkak se isha moderatore e programit të mëngjesit në Radio Televizionit Shqiptar. Tashmë jam pak më e qetë, dita ime fillon rreth orës 8. Sa të bëhem gati dhe më pas sapo të dal nga shtëpia shkon ora rreth 10, pija të kafen e mëngjesit, më pas shkoj në ambientet e punës, ku realizojmë edhe mbledhjen e përditshme që kemi me stafin së bashku me Armal Peçin, pasi unë tashmë jam dhe bashkëmoderatore tek e djela jon. Dhe kështu vazhdon dita, me angazhime të tjera, jo po të gjem dhe i rol çfarë do vesh muntatën e radhës. Poezia me Lodajn Mancaku. Orkestrimi. Ate kemi parë në bashkë prezante me Adriana Matoshe dhe Kledi Kadio. E për Zoom flet me nostalgjie dhe për moderimin e këtij eventi kaq të rëndësishëm. Dhe tani të paraqesim jurin ton. Realisht unë ndjem shumë fat në fakt që më është realizuar ëndra për të prezantuar festivalin e 62 të këngës. Duhet të them në fakt që konkurenca ndihet gjithmonë, do ketë gjithmonë, sepse ka shumë të talentuar të rinj në fakt, kryesisht të botës së medias që shfaqen çdo ditë në ekran, tregojnë aftësinë e tyre në moderim, në spikërim, në çfarë do lloj fushë të botës së medias, dhe duhet të them që më shumë e kam ndier në fakt gjatë periudhës së festivalit, për shkak se isha një imazh i ri, i sapo dal në ekran, dhe të gjithë thua bitën që kush ishte kjo vajza që arriti të merrte festivalin atë vit. Tashmë që bëjnë namin me lek. Po nëse flasim për eksperiencat e reja që mund t'i kemi në jetë, sigurisht që ato nuk përqafojnë njësoj nga të gjithë. Si reagon Krisa dhe komenteve negative. Po, dhe shajnë, them të drejtën, përpiqen të mos ndikohem shumë. Siç është një mesazh unë e jap shpesh në rrjetet e mia sociale, por edhe në daljet e mia televizive, e jap sërish për të gjithë personat që mbase ndikohen nga komente negative, më besoni nuk duhet të ndikoni as pak, sepse kam kuptuar që janë njerëz që nuk kanë asgjë se çfarë të bëjnë në jetën e tyre. Unë e kalova atë fazë, në fakt, unë ndikova, siç e thash, ka qenë sërish festivali për shkak të daljes time për herë të parë, mbase edhe veshjes ka qenë ajo çka unë komentova më së shumti, por do të them që është diçka kalimtare dhe më pas fillon, dhe siç e them unë, i fut një mendje të lehtë, edhe nuk e vret vëmendje. Vajze e festivalit, natyrë shpërthyese, një show girl i vërtet, por çka nuk do të dëshironte të bënte asnjëherë ajo. Vetëm që nuk do bëj dhe them, nuk do jetë kur politika, sepse nuk u pëlqen as pak politika në Shqipëri, por spektakli, ajo është ajo çka mua më pëlqen më së shumti, duhet të them. Po e bëj, jam pjesë, por një spektakël pak më ndryshe se ajo çka jam tani. E tani është koha që bukurosha shqiptare të na ndajë me publikun edhe detaje nga jeta private. Deri më tani po, jam krenare, para bëhem krenare dhe më bëhet zemra mal, sepse kam bërë krenar prindrit e mi, kryesisht mamin time e cila më ndjek në çdo daljen timen, po edhe babim që është pjesë e medias gjithashtu prej shumë vitesh. Ai e din tashmë si funksionojnë këto gjëra dhe tek ai kam mbështetjen edhe marr çdo mendim për çfarë do lloj gjëje që unë mund të bëj, sepse ai ka iden çfarë do lloj prapaskene që mund ndodhin kryesisht pas printave ose pas kamerave. Kritikën e fundit po them se nuk para më ndodh kur bëra një stand-up edhe mënyra se si po mbaja mikrofonin. Sepse isha në këtë formë, do fakt mikrofoni do të mbahet, kështu që unë mos nxjerrësh krahun. Duke qenë pjesë e botës së ekranit, shkrimet apo storjet që bën një gazetare për personazhet mund të jetë jo e këndshme, zbulimi apo një lajm ekskluziv. Për në Zoom, Krisa vazhdon të tregoj gjëra interesante për këto tema.
Ka pasur shumë personazhe, unë sigurisht ruaj privatësinë e tyre sepse kam pasur kontakte me ta dhe i kam premtuar që nuk do them emra, e di që mbase mund të jem pak e mirë, pak e keqe, por jam matur shpeshherë. Edhe kur e kam bërë atë hapin pak sa të rrezikshëm, du të them duke ditë shumë mirë, në thonjë za pasoja se çfarë mund të ketë, para reagime, viralitete, që video që mund të shkojnë deri tek ta personalisht. E kam marrë guximin, se po nuk pate guxim, nuk quhesh gazetare, kryesisht të showbizit, unë i quaj të gjithë kolegët e mi gazetar investigativ të botës së rrallë, sepse sigurisht ne hulumtojmë dhe investigojmë akoma më shumë në jetën e tyre, kryesisht jetën personale. Unë e them gjithmonë që kur një personazh bëhet publik, jeta e tij personale nuk është personale. Aktualisht, ajo është në një periudhë më të qetë e më pak angazhime krahasuar kohën kur nuk mundte të dilte as për kafe me Mikesha. Ka pasur disa periudha në fakt ku kam qenë realisht shumë mbi ngarkuar për shkak se po bëja rreth 3 programe njëkohësisht, programin tim, një program që merresh me talentet e reja, gjithashtu edhe mëngjesin, ndodhi që fatkeqësisht u përplasën të treja së bashku, koha ishte shumë e pakët, sa që atëherë realisht thua me veten time pse nuk ka 48 orë dhe pse ka 24. Dhe kur vinte koha që unë vija në shtëpi, pra dilja në 4 të mëngjesit dhe kthesha rreth 10:30, 11 të darkës, thjesht vija në shtëpi dhe flija, sa që ka pasur rastin dhe më tregonte mami që e pyeste babi, po Krista ku është? Mami që thoshte thjesht ushtri. Pra nuk shikoja pothuajse askënd, vetëm komunikoja nëpërmjet telefonit, shumë të mdhaja mund të thënë, kemi pasur shumë raste në fakt me shoqërinë ku mund ta lija të pinim një kafe së bashku dhe më pas anulloja për shkak të punëve që më dilin dhe ndihem shumë keq për të gjithë ata që i kam anulluar ato kafet, por ja premtoj që do jam shpërblet. Krisa moj, a ua ke anulluar edhe çunave ndonjë kafe apo jo? Cili djali? Djem kam dhe në shoqëri, kështu që edhe atyre ja kam bërë. Tani nëse do të flasim pastaj për jetën time sentimentale, unë ato e kam të shenjtë. Nuk më pëlqen të prononcohem. Ende tani është herët, sepse fokusi im është te karriera sigurisht, edhe gjëja e fundit që do të përflitem deri më tani është për romanca, për gjëra që. Kështu që e lëm enigmë. Arritëm deri në fund të bisedës. Për ne gazetarja shqiptare e ka një mesazh që duhet patjetër ta dëgjoni. Ta shijojnë jetën ashtu siç duan, të mos jetojnë me pengje edhe me, le të themi, me pendesa që o bëbo pse e bëra këto, sepse s'po e bëj këtë, shijoni çdo minutë të jetës tuaj sepse është shumë e vlefshme. Ne po shikojmë sot tek kësaj dite shumë persona në fakt që po humbin jetën dhe nga problemet e shëndetit mendor dhe nuk kanë shijuar asgjë. Kështu që e vetmja gjë që mund t'i them kjo është, sepse realisht unë po e bëj vetë dhe jam më e lumtur se kurrë.